Altin Hajrit, Gjokës, Troplinit dhe Ramës, ka shumë biemra ky njeri. Armiku të egër të pluralizmit politik dhe të votës së lirë të shqiptarëve, drejtësia vonon, por nuk harron Sali Berisha. Kjo është letra që unë i lash, një monstre të votës së lirë të shqiptarëve, një monstre të vërtet të votës së lirë të qytetarëve shqiptarë, të cilin kushtetuta e detyron të hetoj krimin zgjedhor dhe unë kam sot detyrimin të informoj se nga 43 dosjet shqyrtuara kanë penalizuar vetëm një. Ndërkohë që farsa elektorale zgjedhore është universalisht e konfirmuar tashmë nga OSBE-o diri që vëzhgoi zgjedhjet, nga deputetët e Këshillit të Europës, deputetët e Parlamentit Evropian, nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian dhe IBAR. Pra, në të gjitha këto dhe pretendimet dhe me qindra fakte dokumenta të paraqitura nga opozita. Por që të gjitha këto për armiqtë e votës së lirë janë hiç asgjë apo nuk ekzistojnë. Edhe një herë, ju e ripërsëris atë, sulmet e mia të merituara ndaj Altin Troplinit dhe paraardhësit të tij, Gjelatit të sigurimit shtetit Kraja, kanë qenë të lidhura parazithash dhe mbi të gjitha me qëndrimin e tyre ndaj dosjeve të famshme të zgjedhjeve në Dibër dhe në Durrës. Me atë akt ata dëshmuan armiqsinë, dëshmuan në mënyrë flagrante armiqsinë ndaj votës së popullit opozitar dhe vazhduan në zgjedhjet e 14 maj 2023 dhe zgjedhjet e 11 maj të vitit 2025. Por sot unë duhet të informoj shqiptarët se çfarë mercenarësh të pushtetit ka kjo ndërtesë. Prej 3 vitesh, shqiptarët ndigjojnë dhe kanë dëgjuar takimin famëzin Aruba të përfaqësuesve të qeverisë shqiptare me klanet, me bost e kartelëve të drogës. Prania e përfaqësuesve të qeverisë shqiptare në Aruba është konfirmuar nga gazetari investigativ ndër më seriozët i Italisë. Është konfirmuar nga media dhe kjo dihet universalisht. Aruba është damka më e zezë, është dëshmia më flagrante e narkoshtetit shqiptar e bashkëpunimit të ngushtë të Edi Ramës me kartelet e drogës. Tani çfarë ndodh këto ditë? Këto ditë autoritetet spanjolle dhe jo vetëm ato kanë sjellë dosjen e plotë, se këtu nuk bëhet asnjë hetim. Jo. Forbidden. Po tjetë për qeverinë, pra sollën dosjen e plotë. Dhe tani Altin Troplini, Rama, veni çdo mbiemër se i meriton, nxjerr me të drejtë emrat e biznismenëve të implikuar, po jo të qeveritarëve. Shikoni sa të paftyr janë. Shikoni se si këta mbrojnë. Kriminalët
në zyrat më të larta të shtetit. A ka njeri që nuk e din sot se në charterin për në Aruba shkuan qeveritar? Ku shishin ata? Asnjëri nuk e thot se ku shishin. Dhe ky është Altin Tropini që e fsheh. E fsheh. Ky është hetimi i tij, po unë garantoj se në këtë mënyrë ai do konsiderohet bashkëpunëtor me klanin Aruba. A mund të fshihet një populli, prisni një minutë. A mund të fshihet një populli zyrtarit kriminal që fluturon nga Tirana në Aruba, që bën marrëveshje për ndërtimin, për thithjen e parave drogës, ndërtimin e malit Tiranës dhe thuhet edhe në zonat e tjera. Dhe tani dalin emrat e biznismenëve që kanë shkuar, po nuk dalin emrat e qeveritarëve që shkuan dhe firmosën marrëveshje, ose bën se mafja nuk firmos, mafja i ka kodët e thjeshta. Omerta, shumë vërtet. Tani omertën e zbaton Altin Tropini. Faqen zirë, i them. Ke detyrime nga i shqiptare, tani do na thuash se punë sekreti, qarë punë sekreti morë? Po në qofë se ti kursen dhe nuk u thua shqiptarve se Edi Rama i dërgoj ata në Aruba. Dhe kush janë ata? Cilët janë ata? Dhe se qeveritarë në Aruba kanë shkuar, kjo është 100% e sigurt. Janë të gjitha burimet. Shumë mirë që vepron ndaj biznismenve apo trafikantëve, çfarë ishte ata që ishin takim. Po koka e meduzës takimit është Edi Rama dhe lejtnant e tij që shkuan në Aruba. Ai ishte Ngjella Gaçi. Ai ishte vetë Rama. Ai ishte Olsi Rama. Se thot aty dikur Rama i gjatë. Ata Ramat që janë ata të dy Ramat ata të shkurtër, më thonë, nuk i njoh. Kush Rama? Janë dy me mbiemër Rama. Urdo? Ata një për të mirë. Bravo, mua më thonë se ata janë të shkurtër të dy. Dhe mbetet që Rama i gjatë më thonë tjetë ose Edi ose Olsi. Po nuk mund të them se as Edi as Olsi. Ate që mund të them me siguri me 100% që qeveritarë kanë shkuar nga Tirana në Aruba. Dhe se ky është problemi më i madh i qytetarëve shqiptarë. Po këta janë një lloj me qeveritarë. Nuk thonë emrat. Fshehin emrat. A nuk është kjo një krim i vërtet? A nuk është kjo një fyrje, një përshmim për çdo qytetar të këtij vendi që nuk mund të di se cili është qeveritari trafikant që shkon dhe bën marrëveshje me paratë e krimit? Turpi i mbuloft.